Kthehemi me lajmet në vend dhe flasim për solidaritetin që po mbizotronte kosovarët në muajin e shenjtë të Ramazanit. Disa familje u gëzuan sot kur ju dhanë ndihmë. Ka mbi 3 orë që pret në diell. E si kjo grua, ka edhe shumë të tjerë që preten të shtunën para Bashkësisë Islame për të marrë ndihmat që ndau shoqata humanitare Bereqeti. Pritjet u bën të padurueshme edhe për fëmijët. Kushtet e vështira i detyruan këta banor të vinë këto. Nevojat e mëdha detyrojnë me ardh edhe me prit këto tash çdo derë, me lut çdo kanin. Disa bota për në Ramazan, ja. Që në petë që të jemi. Të ne. Për këtë gjendje e din edhe fajtoren. Shtetin. Në për shtetin, i një menatimi që s'kanë. Më në fund erdhi edhe automjeti me pakot ushqimore. Ndërkohë koordinatori i kësaj shoqate bëri me dije se aksionet të tilla u morën edhe në fillim të muajit të Ramazanit dhe do të bëhen edhe natën e Bajramit. Sipas tij mbi 1000 familje përfituan nga këto ndihma. Ai tregon edhe arsyeën e shpërndarjes së tyre. Na nuk duhet me lut me dignitetin e njerit, po na këto e bëjmë që t'i nxisim ata që Zoti ju ka dhënë pasuri, që t'i shohim ta njerëz hallet janë shumë të mëdha. Krejt këto pako ushqimore u siguruan nga bizneset vendore që janë donator të kësaj shoqate.